Mirë se erdhët. Sot do të flasim për burimet njerëzore, por do t'i shohim nga një kënd vështrim krejtësisht ndryshe. Po sikur t'ju thoja se roli i tyre nuk është thjesht për kontrata dhe paga, po sikur në fakt e ishin truri i kompanisë, sistemi saj nervor, le t'i hyjmë këtij koncepti të ri dhe mjaft interesant. Tani, kur themi BNJ, çfarë na vjen ndërmend? Shumicës prej nesh, me siguri na shkojnë në mendje kulla me letra, rregullore të pafundme, ndoshta dhe procesi i rekrutimit. Por besojeni ose jo, kjo është vetëm maja e icebergut. Sot do të gërmojmë pak më thellë për të parë se çfarë fshihet nën sipërfaqe. E këtu është ndryshimi thelbësor. Nga njëra anë kemi idenë e vjetër, BNJ si një zyrë administrative e fokusuar te kontrolli dhe procedurat. Nga ana tjetër, kemi një realitet krejt tjetër, një realitet strategjik, ku BNJ është një sistem inteligjence, do me thënë një sistem i krijuar për të kuptuar, për të përshtatur dhe, më rëndësishmja, për të mësuar, nga ajo që është më komplekse, sjellja njerëzore. Okej, pra, le ta ndërtojmë këtë ide të re. Mos e mendoni më BNJ-n si një departament të izoluar. Imagjinojeni si sistemin nervor të organizatës. Është organi që ndjen, që percepton dhe që përpunon sinjalet më të rëndësishme nga të gjitha, sinjalet njerëzore. Dhe kini parasysh, kjo nuk është thjesht një metaforë e bukur, e gjitha bazohet në diçka që quhet teoria e përpunimit të informacionit. Çfarë do të thotë kjo në terma të thjeshtë? Që organizatat, për të mbijetuar, duhet ta kuptojnë botën rreth tyre. Pra, duhet të reduktojnë pasigurinë duke mbledhur informacion. Dhe cili është informacioni më i vështirë për të deshifruar, por edhe më i vlefshëm? Pikërisht, ai njerëzor. E pra, këtu hyn në lojë BNJ-ja moderne, si përpunuesi kryesor i këtij informacioni etik. Mirë, por si funksionon në gjithë kjo në praktik? Si kthehet ideja në veprim përmes diçkaje që quhet cikli ODD? Një koncept i marrë nga strategjia ushtarake, por jashtëzakonisht i fuqishëm. Ka 4 hapa fare të thjeshtë. Hapi i parë, vëzhgo, pra mbledh të dhëna, shiko çfarë po ndodh. Hapi i dytë, oriento. Do me thonë, analizo ato të dhëna, i jepi kuptim, gjej modelet. Hapi i tretë, vendos. Okej, tani që e kuptuam situatën, çfarë bëjmë? Dhe hapi i fundit, vepro. Zbatoje planin dhe shiko rezultatet, gjë që na kthen prapë te hapi i parë. Një cikël i vazhdueshëm. Tani, mjast me teori. Le ta shohim se si funksionon kjo në botën reale. Do të shohim një rast studimor fantastik, një problem misterioz në një biznes ku energjia njerëzore është gjithçka, një kazino. Imagjinoni pak situatën. Jeni menaxheri i Casino Royal Tirana. Vendi gumzhin nga klientët, numrat duken mirë, por kur shikon shifrat në fund të muajit, fitimet po bjen, avash për në mënyrë të vazhdueshme. Menaxhmenti ishte në hall, nuk arrinte ta kuptonte se ku po rrithte paraja. Dhe këtu hyn në lojë cikli ODD. Faza e parë, vëzhgimi. Departamenti i BNJ-s u shndrua në një agjenci të vërtet inteligjence. Nuk u mjaftuan me raportet standarde. Ata hodhën një rrjet shumë të gjerë, mblodhën komente anonime nga klientët, bën sondazhe të brendshme për moralin, analizuan shitjet për çdo punonjës, shqyrtuan raportet e sigurisë, madje morën edhe shënime subjektive nga menaxherët për atmosferën e përgjithshme në sallë. Pra, mblodhën çdo grimc informacioni. Dhe ja ku vjen momenti aha. Pasi mblodhën gjithë ato pjesa të shpërndara në fazën e orientimit, ata filluan t'i bashkonin. Dhe pa pritur, gjithçka mori kuptim. Problemi nuk ishte te marketingu, as te produktet. Rënja e problemit ishte brenda, ishte njerëzore. Stafi ishte thjesht i djegur, i raskapitur, i pa motivuar, dhe ajo energji negative po transmetoi pa dashje klientëve, duke ndikuar drejt për drejt te shpenzimet e tyre. Tani që diagnoza ishte e qartë, faza e vendimit nuk ishte më një hamendësim, ishte kirurgji e pastër strategjike. BNJ-ja propozoi 3 veprime konkrete që godisnin direkt në zemër të problemit. E para, një sistem i ri shpërblimesh për të rritur motivimin. E dyta, një riorganizim i plot i turneve të natës për të luftuar lodhjen. Dhe e treta, trajnim specifik për komunikim dhe menaxhimin e energjisë pozitive. Mirë, por a funksionoi e gjitha kjo? Le të shohim rezultatet e fazës së fundit. Vepro. Pas vetëm 3 muajsh, shikoni këtë. Ndjesia e vlerësimit të stafi, pra morali, u rrit me një shifër marramendse, plot 70%. Dhe kjo nuk ishte thjesht një shifër e bukur. Ky moral i lartë solli një efekt real.
Qarkullimi i stafit, pra largimet nga puna, që janë një kosto e jashtëzakonshme, ra me 30%. Pra, kompania filloi të mbante njerëzit e saj më të mirë. Dhe tani, pyetja e madhe, po fitimet? A u zgjidh problemi fillestar? Absolutisht, e gjitha ajo energji pozitive u përkthye direkt në para. Shitjet mesatare për klient u rritën me 12%. Kjo është prova e gjallë e lidhjes së drejtë për drejtë midis inteligjencës njerëzore dhe suksesit financiar. Rasti i kazinos është një shembull perfekt, apo jo? Por fuqia e kësaj ideje shkon përtej një rasti të vetëm. Le të bëjmë një hap pas dhe të shohim se si ky mentalitet i ri, ky mentalitet inteligjence, e transformon tërësisht funksionin e burimeve njerëzore. Shikojini pak të tabel. Ajo që është vërtet e mrekullueshme është se si çdo detyrë tradicionale e BNJ-s merr një kuptim krejt të ri. Rekrutimi nuk është thjesht të gjesh dikë, është mbledhje informacioni, është zbulim talentesh, menaxhimi i performancës. Kjo është faza e analizës së të dhënave, trajnimi dhe zhvillimi. Ky është veprim i bazuar në atë analizë, madje edhe planifikimi i pasardhësve. Kjo është parashikim në kuptimin e plotë të fjalës. Pra, kur BNJ-ja fillon të mendoj kështu, ajo nuk prodhon më thjesht kontrata dhe politika. Ajo prodhon produkte strategjike të vërteta. Prodhon raporte analitike për talentet, panele të dhënash në kohë reale për angazhimin, parashikime për fuqinë punëtore, pra mjete konkrete që japin menaxhmentit një pamje kristal të qartë të asaj çfarë po ndodh me njerëzit e tyre. Kështu, po i afrohemi fundit të kësaj analize. Dhe thelbi i gjithçkaje është një ndryshim themelor, një ndryshim total në mënyrën se si e shohim rolin e burimeve njerëzore. Ky krahasim final e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Nga njëra anë, kemi BNJ-n tradicionale. Qëllimi i saj është administrimi, fokusi është te procedurat dhe kontrolli. Dhe rezultati, në rastin më të mirë, është pajtueshmëria. Nga ana tjetër, kemi BNJ-n si sistemi informacioni. Qëllimi është të gjenerojë inteligjencë. Fokusi zhvendoset te perceptimi dhe mësimi i vazhdueshëm. Dhe rezultati, diçka shumë më e madhe, aftësia e gjithë organizatës për të përshtatur strategjikisht. Dhe dua ta mbyll me këtë përkufizim të ri që besoj se është jashtëzakonisht i fuqishëm. BNJ nuk është thjesht një departament, është një rrjet social i përpunimit të informacionit, i krijuar për të ndjerë, për të interpretuar dhe për t'u përshtatur variacionit njerëzor, me qëllimin final që të ruajë ekuilibrin dhe performancën e gjithë organizatës. Pra, pyetja që mbetet për të gjithë ne është, apo e përdorim këtë sistem inteligjencë njerëzore në potencialin e tij të plot? Faleminderit.